vetë protestuesit që reagimi do të zgjasë kaq gjatë, sidomos në një vend si Shqipëria që le të themi drejtën nuk e ka patur shumë të theksuar kulturën e aktivizmit qytetar, kulturën e protestës, kulturën e qenit në shesh e demokracisë së drejtë për drejtë, le të themi. Kështu që në fakt kjo protestë nuk ka qenë vetëm një protestë dhe nuk është ende, po është një ushtrim demokracie që po i ndodh këtij vendi, e cila po ri për të rinë edhe njëherë të gjitha leksionet e demokracisë që ne kemi marrë nga vendet ndryshme të botës, si i shifnim si modele për të reaguar për drejtat tona dhe për ato që na shqetësojnë. Ajo që po ndodh në shesh është shumë interesante sepse ka një rritje dhe një pjekuri të grupimeve, të mënyrës se si protestohet, të mënyrës se si kërkohen gjërat, të mënyrës se si përkthehet aktivizmi në vepra, që kush e ka ndjekur nga dita e parë, e kupton se si është rritur dhe bashkë me të është rritur edhe kultura e demokracisë në Shqipëri dhe siç e thash, për ata që duan realisht ta studiojnë aktivizmin, demokracinë, është Shqipëria është bërë një shembull shumë interesant edhe në vende ndryshme të botës, që tashmë e marrin për shembull për reagimin. Do vi ky moment, besoj, kur do studiohet mirëfilli kjo që ndodhi në Shqipëri. Do vi, po ka ardhur, në disa vende të tjera është marrë shembull Shqipëria në video që bëhen për vendet ndryshme të botës në cilat duhet ketë edhe vetë Italia për shembull, po më thoshin para disa ditësh që ka shumë thirrje që hajde ta bëjmë dhe ne si Shqipëria të reagojmë se ne nuk flasim etj etj. Dhe këto janë realisht gjëra shumë të rëndësishme që i çojnë qytetarët shqiptar në një nivel krejtësisht tjetër. Ne duam të hyjmë në Europë. Kemi menduar shumë shpesh që Europa është thjesht një checklist e disa ligjeve që ne duhet reformojmë, disa gjëra që duhet bëjmë në mënyrë formale. Realisht qytetarët po tregojnë se janë gati për të qenë qytetar aktiv europian dhe po japin një model të jashtëzakonshëm. Le ta themi këtë përtej gjithë mendimeve që mund të ketë për protestën dhe për kërkesat e saj. Shembulli që po japin, modeli i një reagimi që në fakt në 80 ditë nuk ka kputur kurrë asnjë lule, është jashtëzakonshëm edhe për ato shtete perëndimore të cilat kanë vite të tëra, dekada që e ndërtojnë demokracinë. Ju sa vite keni, Zoja Çepani, që merreni me aktivizëm, me të protestuarit për kauza nga më të ndryshmet, sa vite u bën? Shumë. Besoj që këtë që po shikoni në këtë vit në Shqipëri nuk e keni parë më herët, apo jo? Unë kam qenë vitin 95 që merrem me organizime që në shkollë. Nuk është parë ndonjëherë një reagim i këtij lloji në Shqipëri, as në vitet 90, se krahasonim shumë shpesh me vitet 90, ishte një situatë krejtësisht e ndryshme ajo në atë kohë. Reagimi i kësaj radhe tregon dhe po tregon një pjekuri qytetar dhe një pjekuri të kulturës së aktivizmit që ne nuk e kishim parë më përpara dhe në fakt e kërkonim shumë. Ne që jemi në sektor, që mundohemi të aktivizojmë, që flasim për drejtat e njerëzit, për reagimin etj, e kërkonim dhe ndërronim që ta shihnim këtë gjë në Shqipëri dhe ja ku ndodhi. Dhe është shumë interesante që sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë, siç e thash, kjo kulturë piqet dhe jepet si model edhe pjesës tjetër të qytetarëve të cilët sot mund mos jenë duke protestuar, por nesër do ta ngrenë zërin për diçka. Kështu që është një model që do të jetë një model i qëndrueshëm edhe për vitet në vijim, jo vetëm për çka po ndodh tani në këto kohë. Aty në shesh është bërë si të jesh në një familje. Në një familje